nderuar miq të emisionit Sokol të Reate midis rreshtave. Në radhë të parë, në këtë emision të parë të këtij viti, ju uroj çdo të mirë dhe ju falenderoj për ato 1 milion shikime të vitit 2025 në 4 rrjetet sociale, YouTube, Instagram, TikTok dhe Facebook. Ashtu siç bëm dhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, emisioni do të vazhdoj të jetë një oazë i fjalës lirë dhe i thënies së të vërtetave, i pa ndikuar dhe i pa censuruar nga askush. Viti 2026 do të jetë një vit fatlum për kombin shqiptar. Gjasat janë që brenda 3 mujorit të parë, ashtu sikur se tha dhe sekretari i jashtëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra për 3 muaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas një hulumtimi të gjatë për vite dhe vite, do fillojnë pastrimin e llumit 30 vjeçar të Shqipërisë në këtë periudhë tranzicionit të tezgjatur. Dhe ky llum do të pastrohet jo vetëm nga përfaqësuesit më të lartë e të mesëm të politikës, por edhe të ashtu quajturve biznesmen të mëdhej ose oligark, do të testohet dhe të kaloj në rrjetin e investigimit, çdo investim i madh, çdo PPP dhe çdo veprim tjetër ekonomik në të cilin masakrohet buxheti i shtetit për këto 30 vjet. Ky ulumtim do të vazhdoj jo vetëm për qeverinë aktuale, por edhe për opozitën aktuale e cila ka qenë në qeveri për vite me radhë. Gjithashtu, investigimi do të vazhdoj dhe konkretisht do të hetohen jo vetëm këto, por edhe mediat, si dhe rrjetet sociale, si dhe organizatat jo fitimprurse, të cilat me veprimtarinë e tyre i kanë sjellë një dëm kolosal shoqërisë shqiptare. Cila është e reja që ne do të analizojmë dhe ndoshta nuk është thënë askund. Së pari, urimi i Kosovës për standardet e larta demokratike të zhvillimit të zgjedhjeve të parakohshme, të cilat ishin, për thënë të vërtetën, në standardet e vendeve më të papranuara të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo e afron një pjesë të rëndësishme të kombit shqiptar më shumë me perëndimin dhe standardet e tij. Por çfarë do ndodhë në Shqipëri? Siç e thash në fillim të emisionit, këtu ka filluar ose do të fillojë shumë shpejt dhe brenda 90 ditësh do të pastrohet llumi 30 vjeçar i cili ka rrjepur Shqipërinë, buxhetin e saj, ka rrjepur dhe ka nxjerrë jashtë standardeve demokratike çdo fushë të veprimtarisë shtetërore në Shqipëri, duke filluar nga qeverisja, nga parlamenti, nga bërja e ligjeve në favor të tyre dhe të oligarkëve, si edhe nga media e cila është totalisht e kapur dhe është bërë një situatë nëpër ekranet e neveritshme. Nuk ka më të bëj fare me profesionalizmin dhe me rëndësinë që ka. Po ashtu, një investigim i thellë do bëhet edhe në sistemin e drejtësisë, megjithëse ka vite që ka filluar me anë të SPAK-ut. Por, më e rëndësishme është se nga burimet të cilat unë në atë kohë nuk i kam besuar, bëhet fjalë për para 10 vjetësh, ka një plan amerikan i cili do fillon të zbatohet në vitin 2026. Është një informacion të cilin nuk kam pasur të paktën për para 10 vjetësh. Realisht nuk e kam besuar, por me sa duket ky plan ka filluar të zbatohet. Cili është ai? Është plani më i rëndësishëm për kombin shqiptar ndoshta në historinë e tij. Hedhja e bazave për bashkimin e trojeve shqiptare, jo vetëm sepse kjo është në interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku në të dy anët e kufirit, por edhe në pjesët e tjera ku banon shqiptar, është popullsia më pro-amerikane në botë, por edhe për faktin sepse fillimi i bashkimit të trojeve shqiptare është një drejt
historike e mohuar për mbi 100 vjet. Pra, ne besojmë që kjo të jetë e vërtet, sepse kjo do të ishte një rëndësie historike e cila pritet të realizohet, siç e thash, pas vendosjes së standardeve demokratike në Kosovë dhe pastrimit të gjitha piskëllëgjeve që politikanët në bashkëpunim me krimin, me mafian, me trafikantët e drogës dhe trafikantët e çdo lloji tjetër objekti të palishëm, në bashkëpunim me oligarkët, median dhe drejtësinë, i kanë bërë këtij vendit në 30 vjet. Mbas fillimit ose mbas përfundimit me anë të SPAK të këtij pastrimi, atëherë fillon dhe krijohet baza për realizimin e këtij plani, të cilin unë e besoj. Kjo është analiza për sot dhe unë ju falenderoj edhe një herë për ato 1 milion shikime të vitit 2025. Do jemi së bashku edhe gjatë këtij viti në çdo fundjavë. Bashkë, mirupafshim!